Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Pas të ndërprerjes së djeshme të seancës konstituive të Kuvendit, në të cilën nuk kaloi raporti i Komisionit për verifikimin e mandateve, ende nuk dihet se kur do të ndodhë vazhdimi i saj. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n Avni Dehari, kryesues i seancës. A i tha se gjatë ditës së sotme do t'i drejtohet presidentës Osmani me një letër që t'i kërkoj interpretim mbi situatën e krijuar. Megjithatë, Dehari theksoi se nuk dihet nëse do të ketë vazhdim të seancës brenda 48 orëve deri në përgjigjen e presidentës. Edhe sekretari i Kuvendit Arben Loshi tha se deri më tani nuk është shtruar asnjë kërkesë për vazhdimin e seancës konstituive. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti u deklarua rreth mos konstituimit të Kuvendit, duke thënë se kabineti qeveritar është në funksion dhe se duhet të kryej detyrat deri në formimin e qeverisë së re. Konstituimi i Kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar, është në detyrë dhe efektivisht i dorëhequr që nga 23 marsi i këtij viti, kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Krahas përmbushjes së mandatit të plot qeverisës, që na vë në një rol kujdestar, deri në formimin e qeverisë së re, unë në emër të kabinetit qeveritar, dje jam drejtuar Kuvendit Republikës sonë me një letër përmes së cilës e kam njoftuar për statusin e qeverisë sonë pas datës 23 mars 2025 dhe për dorëheqjen time nga posti ekzekutiv, veç se efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Më shumë se kaq nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Më shumë se kaq do të ishte braktisje e institucionit. Do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Pas 24 orëve të ndërprerjes së seancës konstituive, ka ardhur një reagim nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Ai thekson se seanca e Kuvendit duhet të thirret më së largu çdo 48 orë, siç e parasheh rregulloria e Kuvendit. Me këtë rast, ai thotë se deputetët e partisë së tij do të jenë të pranishëm nesër nga ora 10 në seancën konstituive, pasi sipas tij kjo duhet të ndodhë. Abdigjiku gjithashtu i ka ftuar të gjithë deputetët e certifikuar që të marrin pjesë në seancë. Kreu i LDK-s kërkon nga kabineti qeveritar që sipas tij pretendon se është dorëhequr, por ende dhe paradoksalisht mban mbledhje qeveritare dhe merr vendime të dorëhiqet dhe dorëheqjet të deponohen tek organet e Kuvendit. Antarët e tjerë të qeverisë që s'janë apo s'duan të betohen si deputet, vazhdojnë puna në qeveri deri në zgjedhjen e qeverisë së re, thuhet në njoftim. Qeveria në dorëheqje sot miratoi propozim vendimin për emërimin e bordit të drejtorëve të ndërmarrjes publike të kompanisë rajonale të ujësjellësit Hidroregioni Jugor në Prizren. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti i prezantoi emrat të cilët u votuan unanimisht, pa asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim. Gjithashtu, ekzekutivi aprovoi një huamarrje prej 10 milionë eurosh për Telekomin e Kosovës. Ministri në dorëheqje i financave Hekuna Murati thanë se Telekomi është në trend të rritjes në 2 vitet e fundit, por siç tha ai, ende ka probleme të trashëguara nga e kaluara e errët e abuzimit. Zyra e prokurorit të specializuar ka përmbyllur çështjen e saj, duke dorëzuar të gjitha provat në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Vecelit, Jakub Kresniqit dhe Recep Selimit. Në këtë proces gjyqësor, zyra e prokurorit ka njoftuar se ka thirrur 125 dëshmitar për dhënë dëshmi drejt për drejt në sallën e gjyqit, ka paraqitur rreth 3000 prova materiale në shumë gjuhë dhe ka parashtruar deri më sot 1430 parashtresa lidhur me këtë çështje gjyqësore.
Prokuroria e specializuar Kimberly West ngriti lart kurajon e viktimave dhe të dëshmitarëve që kanë dhënë dëshmi gjatë këtyre 2 viteve. Në anën tjetër, mbrojtja e të akuzuarve ka njoftuar se do të paraqesin mocion për akt akuzën ose ndonjë pikë të saj. Në 26 vjetorin e rënjes heroike të Shkelzen Haradinajt, Hasim Halilajt dhe Fatimir e Luan Nimanajt, si dhe në 20 vjetorin e rënjes së luftëtarit të liris Enver Haradinaj, sot në Glogjan dhe Maznik janë bajtur homazhe dhe është zhvilluar ecja tradicionale Marshi i Liris. Me këtë rast, kryetari i Aleancës për Ardhurinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se ata ishin luftëtarë të orëve të para dhe krenaria e Kosovës. Tutja i theksoi se gjaku i derdhur dhe jeta e flijuar e këtyre luftëtarëve të liris janë gur themeli i shtetit të Kosovës dhe udhërfyes për breza që vijnë. Bashkimi Evropian vetet i përkushtuar ndaj politikës së zgjerimit duke përfshirë Bosnjën dhe Hercegovinën. Por zyrtarët evropian përshprehin gjithnjë më shumë shqetësimin për bllokimet e brendshme politike që po pengojnë reformat dhe po rrezikojnë të ardhmen e vendit në rrugën evropiane. Kështu deklaroi në intervistë për European Newsroom Marta Kos, komisionarja e Komisionit Evropian për fshqinësi dhe zgjerim. Pavarësisht sfidave, ajo theksoi se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të lihen anash. Zyra e Rregullatorit për Energjinë me 5 vota pro dhe asnjë abstenim ka miratuar të mërkurën tarifat e reja të energjisë elektrike që mesatarisht janë 16.1%, më të larta se që ishin deri më tani. Mbledhja e bordit të ZRE-s ka vazhduar me dyert të mbyllura, me shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve. Për diskutim për bordin, lidhur me tarifat e OST-s, duke përfshirë edhe tarifat për BRE dhe fondi si është prezentuar nga Departamenti i Tarifave. Atëherë nëse s'ka kundësh për, atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër aprovohet struktura tarifore për OST për vitin relevant tarifor 2025-2026. Ndërkohë, Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se nuk ka kurrë arsye ekonomike që të rriten tarifat e energjisë elektrike në Kosovë. Tutje, ai theksoi se tregjet e energjisë kanë qenë stabile dhe se ky stabilitet pritet të vazhdojë, me që është bërë progres në tranzicionin energjetik të shumë vendeve në BE për të pavarësuar nga gazi rus. Sipas tij, është për keqardhje që Kosova s'ka një qeveri efektive që t'i trajtojë në mënyrë profesionale dhe me profesionalizëm të gjitha çështjet që prekin standardin e familjeve kosovare. Ndërmarrja publike Termokos ka përfunduar sot furnizimin me ngrohje për sezonin 2024-2025. Termokos e ka vlerësuar të suksesshëm këtë sezon të ngrohjes, duke shtuar se mbi 25.000 konsumator janë kyçur në rrjetin e ngrohjes, ndërsa ka thënë se do të vazhdojë angazhimin në modernizimin e shërbimeve, si dhe shtrirjen e më tutjeshme të rrjetit të ngrohjes. Të paktën 3 persona kanë mbetur të lënduar, ndërsa janë shkaktuar dëme në objekte banimi e në infrastrukturë në qytetin bregdetar Odesa të Ukrainës, të cilin dje vizitoi presidenti i Ukrainës bashkë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Rusia ka vazhduar sulmet në Ukrainë. Të paktën 3 persona janë lënduar në qytetin bregdetar të Odesës në detin e Zi nga një sulm me dron. Sulmi ka shkaktuar zjarr në një numër të objekteve banesore e ka pasur edhe dëme tjera në infrastrukturë, si dhe dëme në bizneset përreth. Të martën, këtë qytet e ka vizituar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte bashkë me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Rutte e ka shprehur për krahjen e tij për përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për paqen në Ukrainë, pavarësisht, siç ka thënë, sfidave të bisedimeve me Ukrainën dhe Rusinë. Rutte ka shtuar se edhe anëtarë tjerë të aleancës, përfshirë edhe përpjekjet e Francës dhe Britanisë, kanë dëshirë dhe janë të gatshme të marrin më shumë përgjegjësi në ndihmën për arritjen e paqes, atëherë kur t'i vijë koha.
Ndërsa presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky ka treguar se garancionet për sigurinë në detin e Zi, veçanërisht çështja e prezencës së forcave ushtarake, për momentin po diskutohet në Turqi në kuadër të koalicionit të vullnetit. Zelensky po ashtu ka thënë se Rusia nuk ka pajtueshmëri me iniciativën e SBA-s për armëpushim të pakushtëzuar. Zelensky ka folur edhe për bisedimet për marrëveshjen e mineraleve me SBA-t. Ai ka thënë se bisedimet kanë vazhduar dhe ishin pozitive dhe se ato do të vazhdojnë në nivele të ndryshme. Ekonomia e Kinës ka shënuar rritje për 5.4% në 3 mujoren e parë të këtij viti, ndërsa kështu pritet deri në fund të vitit. Megjithatë, zyrtarët kinezë kanë paralajmëruar për rritjen e presionit nga tarifat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pasiguria ekonomike globale. Bruto prodhimi vendor I Kinës është rritur për 5.4% gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, kanë treguar të dhënat nga Byroja Kombëtare e Statistikave në Kinë. Bruto prodhimi vendor I Kinës ka rritur në pothuajse 31.88 trilion yuan, apo rreth 4.42 trilion dollar amerikan. Në baza 3 mujore, ekonomia e Kinës ka shënuar rritje për 1.2%. Bruto prodhimi vendor I Kinës është rritur për 5% vit pas viti deri në vitin e kaluar, ndërsa vendi ka për synim që rritja ekonomike përgjatë gjithë vitit 2025 të jetë po ashtu rreth 5%. Megjithatë, zyrtarët kinez kanë paralajmëruar për rritjen e presionit nga tarifat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mallrat kineze dhe pasigurisë ekonomike globale. Sheng Lajun, zëvendëskomisionari nga Byroja Kombëtare e Statistikave, ka thënë se rritja ekonomike po tregon se ekonomia e Kinës po vazhdon të rrimë këmbët në mënyrë të qëndrueshme. Megjithatë, ambienti I jashtëm mbetet kompleks dhe I ashpër, ka thënë Lajun, me proteksionizmin në rritje dhe rendin ekonomik global në tendosje. Pekini dhe Washingtoni mbeten të angazhuar në luftën tregtare me tarifat e ndërsjella për produktet e tyre. SBA ka aplikuar tarifën prej 145% për mallat nga Kina, ndërsa Kina I është përgjigjur me tarifën prej 125% për prodhimet amerikane. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, do të takohemi me informacionet më të reja në edicionin e orës 15. Mirupafshim.